Prokuroria e Apelit kërkon dënimin e Luiz Ellit. Dosja shkon në gjykatën e lartë, caktohet gjyqtari. Prokuroria e Apelit ka ankimuar vendimin e shkallës së dytë të gjyqësorit që e shpalli të pafajshëm Luiz Ellin, këngëtarin dhe së fundmi aktorin Shkodran. Elli rezulton se nga shkalla e parë ka marrë një vendim me 1 vit burg për veprën penale të falsifikimit të dokumentave. Ky vendim u ankimua në shkallën e dytë, ku Apeli, më 8 maj 2025, vendosi ta shpallë të pafajshëm. Bashkë me Luiz Ellin është dënuar edhe Fatmir Avduramani, personi që kishte përfituar nga akti i kryer prej Ellit, gjatë kohës që ky i fundit nuk ishte noter, por përdori vulën. Ky i fundit rezulton të jetë dënuar më parë në Itali për veprën penale të prostitucionit, ndërsa në 2021 ishte firmosur sekuestroja e pasurive, ndërsa në 2022 u konfiskuan pasuritë. Tashmë dosja në ngarkim të tij ndodhet në gjykatën e lartë, ndërsa relatori i çështjes është caktuar Sokol Binaj.